Gjatë 24 orëve të fundit, të gjithë territorin e vendit janë raportuar 35 vatra zjarri. Sipas gënave zyrtare nga Ministria e Mbrojtjes, 5 vatra mbeten ende aktive, ndërsa 3 të tjera janë vënë plotësisht në kontroll. Për sa i përket zonave kritike, në Dajt vijon puna për shuarjen e flakëve me ndihmën e ushtrisë, ndërkohë që vatra e Priskës është vënë në kontroll. Operacionet vazhdojnë në lufaj të Mirditës, si në Tunj të Re, në Gramësh, e Gjormë të Sipër në Malësi të Mange. Situata më komplekse është paraqitur në Tërbun, Gjergjan e Gojan të Pukës, ku përveç ndërhyrjes nga ajri me 2 helikopter e 40 ushtarak, forcat e shpëtimit arritën të evakuonin me sukses një familje, duke mbrojtur banesën e tyre nga flakët. Autoritetet konfirmojnë se kapacitetet operacionale mbeten në gëdishmëri të plotë e se në të gjithë vatrat aktive aktualisht nuk ka rrezik për zonat të banuara, duke mbajtur si prioritet kryesor mbrojtjen e jetës e pasurisë së qytetarëve.